Në kryetari deputeti i Partisë Demokratike Belin Kolliçi ka reaguar paraditën e ditës së mërkurë në një konferencë për mediat për arrestimin e biznesmenit e bërë në Francë. Kolliçi ka akuzuar SPAK-un se ka bërë një punë gjysmake dhe se nuk po heton e kryeminist Kennedy Rama. Një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Edi Ramës, në uzurpimin e akshit dhe kthimin e tij në kopsh privat të familjes kryeministrore, Ermal Beqiri është prangosur nga autoritetet dhe policia franceze. Ky është një lajm shumë i mirë për taksapaguesit shqiptar dhe një lajm i keq për Edi Ramën dhe bandën e tij, të cilëve po u shtrëngohet laku. Ermal Beqiri nuk duhet jap llogari vetëm për qindra milion euro të grabitura nga qytetarët shqiptar, jo vetëm për pegmarrjen e Daniel Shimës, jo vetëm për skemat që e bëjnë atë qartësisht një antar të denjë të një organizate të strukturuar kriminale, por edhe për përdorimin bashkë me Edi Ramën të dhënave qytetarëve shqiptar për sistemin e patronazhimit e shumë afera tjera. SPAK në fakt po bën sikur po e heton shtetasin Ermal Beqiri dhe nuk po heton as pak padronin e tij Edi Rama. Dhe çdo hetim që nuk çon tek padrinoja, ashtu si shumë të tjerë, është punë gjysmake, mosbardhje e të vërtetës dhe mosvendosje e drejtësisë në vend. Sipas Kolliçit, nëse SPAK do kishte kryer detyrën, do kishte bashkëpunuar me autoritetet slovene, kjo kompani e avionet e saj do të ishte vënë në sekuestër e nuk do përdoreshin dot nga një person i shpallur në kërkim ndërkombëtar.